italianit, grekut apo gjermanit të mos ketë më asnjë dallim. Dhe jo vetëm të mos ketë më asnjë dallim, por të mos ketë më asnjë shans për ta parë shqiptarin nga lart poshtë. Shqipëria sot nuk është gjëkundi njësoj në atë që ishte kur ne morëm detyrën. Në asnjë fush, askund. Përveç se në kënetën e opozitës dhe të mediave rreth saj, ku për hir të vërtetës situata është edhe më keq se ç'ishte kur ne morëm detyrën. Por s'ka asnjë dyshim se Shqipëria sot nuk do të jetë gjëkundi njësoj me Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Në asnjë fush e në asnjë drejtim dhe mbase edhe këneta opozitare do jetë farë deri atëherë. Po kjo është vetmja gjë që e ka në dorë pakica dhe jo shumica e shqiptarëve. Shqipëria 2030 do të jetë një Shqipëri e re. Një vend me një tjetër pozicion dhe një tjetër fuqi, si një shtet antar i një familje të madhe, lirish, të drejtash dhe mundësish që ne sot nuk i kemi akoma. Dhe që as nesër nuk mund t'i kemi pa u bërë pjesë e asaj familje. Në atë familje, liria individuale e shqiptarëve, të cilën kur se si askush do ta marrë të mirëqen dhe të dhënë një herë mirë, nuk do të vihet më kurrë në diskutim nga asnjë qeveri apo i parë qeverie këtu në Shqipëri, sepse kush hyn në atë shtëpi nuk luan dot më ku kam qefi me qytetarët e vet. Prandaj dhe në atë familje askush nuk e vë dot në pikpyetje barazin para ligjit për qytetarët e vet, të cilën ne, socialistët dhe progresistët e Shqipërisë, e kemi sjellë për herë të parë si zhvillim real, konkret, aktual në jetën shqiptare, ku s'ka pasur kur barazi para ligjit dhe as drejtësi të pavarur, qysh nga viti 1912. Prandaj, edhe qysh nga viti 1912 dhe deri pak vite më parë, s'ka pasur kur, asnjëherë, në asnjë rast, një individ të veshur me pushtet politik, që t'jetë hetuar, gjykuar apo dënuar nga prokuror e nga gjykatës të pavarur prej qeverisë. Por ama barazim para ligjit, populli shqiptar nuk mund ta lërë dorën e qeverive dhe të parëve të qeverisë këtu, po duhet ta marrë vetë në dorë. Duhet ta mbrojë me të gjithë forcën e vullnetit vet, duke filluar nga 11 maj, ku zgjedhja nuk është mes ca partive, po mes Shqipërisë 2030 në BE dhe Shqipërisë drejt e ngrop, përsëri. Me ne, ose me kënetën madhështore dhe me shitsat e qilimave fluturus të pazarit të moçaleve të vegjël rreth saj, që kanë dhe ca emra shumë qesharak. Jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashk, jo veç, jo tërci-vërci. Vetëm Shqipëria 2030 në BE e blindon përfundimisht pa asnjë mundësi prapakthimi themelin e barazisë para ligjit që Partia Socialiste e Shqipërisë pati kurajon ta hedhë. Dhe deri atëherë, deri kur ne ta fusim zonjën Shqipëri në sallonin e madh kryesor të Shtëpisë Evropiane, vetëm shqiptarët e bashkuar me mua dhe me ju këtu
mund të mbrojnë drejtësinë e re nga çdo rrëvajtje destruktive e kënetës. Mund të mbyllin negociatat me BE-n brenda 2 vitesh. Mund të rrisin prodhimin e përgjithshëm kombëtar, që kur ne morëm detyrën ishte më pak se 10 miliardë euro, nga 25 miliardë euro që është sot në 35 miliardë euro. Mund të rrisin të ardhurat për frym, që ishin vetëm 3.000 pak euro kur ne morëm detyrën, nga afro 10.400 euro që janë sot, në të paktën 15.000 euro. Mund të rrisin pagën mesatare në sektorin publik, e gjetëm 372 euro, nga 1.000 euro që është sot, në të paktën 1.200 euro, apo pagën e përgjithshme mesatare që ishte 322 euro, mund të arrisin nga 830 euro që është sot, në të paktën 1.000 euro, pa harruar pensionet dhe pensionistët, të cilët ne jemi shumë të vetëdijshëm që meritojnë më shumë nga të gjithë dhe kanë përfituar më pak nga të gjithë. Prandaj dhe për pensionet, për gjithë kontribuesit në skemë, ne do ta ngjisim mesataren në 400 euro, ndërsa minimumin do ta synojmë deri në 200 euro. Ose pagën minimale, që ishte